You came quiet as the morning dew. No promises, just light breaking through. I didn't know how lost I'd been till you smiled and the world let me in. Your touch is soft like a fiddle's refrain, like porch swing shadows after the rain. You don't speak in grand displays, but you stay, and that says everything. Like a sunrise, slow and kind, you don't rush, you just arrive. Përshëndetje të dashur njerëz dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë quhem Elsa dhe shpresoj që të mos më keni harruar. Po ju shpjegoj pak se çfarë ka ndodhur me jetën time. Ku kam humbur unë gjatë gjithë kësaj kohe që nuk kam postuar video, që nuk kam xhiruar video. E që po flasim për xhirimet edhe për postimet, unë kam qenë goxha ditë pauzë që as nuk kam xhiruar dhe as nuk kam postuar asgjë si në kanalin tim këtu tek YouTube, por as edhe në Instagram. Kanë qenë ditë shumë intensive këtu në ishull dhe me punën që kemi. Në fakt të them të drejtën, me xhirimet nuk është se kam daluar tek pjesa e videos së fundit që keni parë juve te kanali im. Unë kisham edhe 5 video të tjera që i kisham xhiruar nga vera, por fatkeqësisht nuk më doli asnjë mundësi të ulesha dhe të bëja pak editim dhe kështu ta kisha përfunduar videot dhe t'i postoja që t'i shinit edhe juve. Koha iku, ditët ikën dhe na erdhi vjeshta kështu, shumë shpejt, krejt papritur. Dhe nuk ishte më lezet që unë ato videot e verës ti editoja dhe ti postoja këtu në kanal. Kështu që i lash pauzë ato video, nuk i editova, i lash ashtu si që ishin. U mërzita shumë, t'ju them të drejtën. Ndjesha fiks siç të kem bërë një punë dhe të mos ke marrë pagesën për atë punën që kam bërë, fiks ashtu ndjesha. Si të shkoj tek puna ime, tashmë jam akoma në punë, nuk kemi folur për këtë pjesë, por prit të qëndroj mirë tek e para që të kuptoni pak çfarë ka ndodhur gjatë gjithë këtyre ditëve që unë kam humbur pak disi edhe nuk kam bërë asnjë postim. Ndjesha fiks si të shkoj tek puna ime tani, ku u lodhem shumë dhe të punoj për ditë të tëra dhe të mos marr pagesën për ato ditë, fiks ashtu ndjesha edhe në aspektin e videos. Dhe më erdhi tepër inat që nuk pata mundësi ti editoja dhe të shinit pak nga unë nga ditët e verës që kemi këtu në ishull, sepse ishin vërtet video shumë të bukura që tregonin shumë për mua, për jetën këtu në ishull. U mërzita, por tashmë iku, shkoj, kaloi, erdhi vjeshta, jemi në vjesht njerëz, kështu që ju uroj një dimër të mbar, një vjesht të mbar dhe me gjëra të bukura që të kemi nga sot e tutje. Dhe kështu kam qenë në punë, jam në punë ende, këtu puna vazhdon, të themi të drejtën, tani avash sikur po shqetësohemi, po marrim veten dhe shumë pak kam mbetur realisht shumë pak dhe nuk mundem ta besoj që iku ky sezoni kaq i gjatë dhe i lodhshëm iku dhe kam mbetur shumë pak ditë, le të themi ditë tani, sepse nuk kam e javë ose muaj dhe për shumë pak ditë e mbyll punën. Dhe do rikthehem në fund ajo Elsa që unë dua të jem, kreative, të postoj, të editoj, të merrem me veten time, të kushtoj kohë familjes time. Edhe këtë pjesën e kam lënë shumë pak pas dore. Dhe dua të kthehem ajo që jam unë të vërtet, por lodhja bën të veten dhe të gjitha ato ditët shumë intensive që kemi pasur tek puna bëjnë të veten. Por avash sikur po mbaron njerëz, po përfundon edhe ky sezoni i lodhshëm. Dhe të dini, të shpjegoj pak situatën që për çfarë kam humbur gjatë gjithë këtyre ditëve, se do thoni okay, në verë ke qenë pak aktive. Dita ime fundit që kam marrë pushim nga puna ka qenë dita 5 gusht dhe sot jemi në datën 15 tetor. Edhe e kuptoni pak vetë situatën që kam pasur, të marrësh pushim në datën 5 gusht dhe të jesh deri në 15 tetor në punë çdo ditë pa asnjë ditë pushim. E kuptoni pak vetë se sa e lodhur kam qenë këto ditë dhe ky muaj shtator, t'ju them të drejtën, na
na kputi realisht shumë dhe punën e shumë që ne kemi pasur në gusht nga vitet e tjera. Këtë vit ka pasur shtatori shumë punë dhe unë gjatë shtatorit nuk e kam prekur kamerën fare me dorë dhe jo veç kamerën, as telefonin, shumë pak poste edhe foto kam bërë për në Instagram dhe përveç social medias nuk kam bërë asgjë as me jetën time, veç kam shkuar në punë, kam ardhur në shtëpi, jam qetësuar, kam marrë forcat për ditën tjetër që po prap ishte e lodhshme tek puna dhe kam qenë me pak fjalë, me zero motivim për të bërë diçka kreative dhe diçka ndryshe përveç punës. Tani, si që thash, avash, sikur po qetësohemi dhe më në fund erdhi dita që ta marrë një ditë pushim dhe nuk e di se çfarë ndodhi. Nuk jam veçun pushim sot, nuk e di se si ndodhi kjo gjëja, por ndodhi që edhe meri të jetë pushim, sepse Sabi e ka mbyllur punën, ka disa ditë që e ka mbyllur, ndërsa Meri dhe unë jemi dhe vazhdojmë akoma në punë, por ndodhi që edhe Meri të jetë pushim sot edhe më merr në telefon dhe më thot, Elsa, nesër jam pushim, jam shumë e gëzuar dhe kështu, dhe unë që i them, jo veç ti, jam edhe unë nesër pushim dhe unë nuk isham shumë punë tek puna dhe më tha pronari që merre pushim, qetësohu. Dhe kështu që më në fund jemi të treja pushim dhe kemi vendosur që të dalim, të bëjmë gjëra vajzash dhe ku tjetër veç se në qendër. Nuk po humbas më tepër kohë, po shkoj direkt të bëhem gati dhe të nisemi për në qendër. Po mendoj që t'i bëj edhe flokët pak me onde sot dhe ka menduar edhe se çfarë veshje do vesh. Tash më mirë ta mendoj që para se të flej gjumë, kështu nuk të më marri shumë kohë kjo gjë në mëngjes. Çepat, u ngrita, bëra banjo, u rregullova dhe dua që të nxitoj pak dhe të mos e humbas këtë ditën. Tek make-upi të them do bëj një make-up shumë të lehtë, nuk është se do vë diçka të eksagjeruar, është edhe mëngjes herët. Dhe kështu që po bëhem pak gati shpejt, do vishem shumë bukur, do bëj një veshje tamam tipike vjeshtore, edhe pse këtu ku jetojmë neve nuk ka lidhje fare vjeshta, nuk ka vjesht këtu në Santorini, është akoma diell, është pak freskët, por jo ato ditë tipike vjeshtore që është ftohtë, bie shi, shumë pak ditë kanë qenë me shi, ndërsa tani kemi diell. Gati njerëz, më përfundova make-upin, përfundova flokët, gjithashtu edhe veshën. Kjo është vesha që kisha menduar unë mbrëm që të visha sot. Imagjinoni mua kështu e veshur me një kafe në dorë, besoj që do bëj edhe disa foto shumë të bukura. Gjithashtu si jam vetëm kam edhe Meri, nuk ju thash në fillim kur e kam hapur videon, por mbrëm fjeti këtu Meri tek shtëpia ime, gjithashtu edhe Sabi, që të nisemi të treja, të vemi tek autobusi, të marrim autobusin dhe të nisemi direkt për në Fira, dhe kështu që të mos humbasim shumë kohë. Dhe kështu është edhe përfundimi i veshjes. Shpresoj të kalojmë bukur. Jemi gati, jam veshur edhe gocat. Gocat do ju a tregoj pak më vonë outfitin e tyre. Dhe meqense jetojmë në ishull, edhe vjeshtën nuk e kemi, pa problem se sjellim neve vjeshtën këtu në ishull dhe ndaj vendosa që të vishem kështu. Po ju thoja që jemi gati të nisemi dhe të shkojmë tek stasi i autobusave, të marrim autobusin dhe të nisemi për në Fira. Kam edhe ndërkohë kartë memorien full me video. Kam akoma ato videot që ju thash që i kam pa edituar. Nuk e di çfarë do bëj me to. Do i mbaj, do i ruaj, do editoj dhe do i hedhi vitin tjetër. Nuk e di se çfarë do bëj. Kam edhe një video shumë të bukur që kam bërë ditëlindjen e Brianit. Atë po mendoj që ta editoj dhe ta postoj sepse është një kujtim që nuk dua që të mos e hedh. Dhe me të tjerat nuk e di se çfarë do bëj. Por le të nisemi. Sapo kemi arritur në Fira dhe gjëja e parë që bëm është të merja kafen time. Në mëngjes në shtëpi nuk pata mundësi që të pija kafe, piva thjesht atë godën time me faraçia dhe limon, ndërsa kafe nuk piva dhe kështu që vendosa ta pi në Fira. Gocat nuk morën asgjë, si Sabi edhe Meri nuk pin kafe fare, gjithashtu edhe çaj ose ndonjë çokoladë ngrohtë. Po kjo modelja këtu.
nuk donin. Fundova veç unë të marr kafe. Kemi ardhur në një pjesë këtu, kam bërë gocat disa foto, kam bërë dhe unë gjithashtu disa foto. Dhe tani po mendojmë që të vemi edhe pak nga kisha e madhe, të shohim edhe pak çfarë bëhet andej. Njerëz ka ende, ka shumë njerëz, ka pafund njerëz. Dhe një gjë që po ndihem pak në siklet sot është që është ngrohtë, nuk është se është një ditë shumë e ftohtë, siç po shihni edhe njerëzit që kalojnë këtu janë me robe akoma verore, ndërkohë unë me xhaket, gjëra vjeshtore, gjëra të bukura, por nuk është koha akoma njerëz, akoma këtu në ishull vën ngrohtë edhe është akoma ditë vere. Dolëm në një vend këtej me gocat, lart në qendër, bëhej shumë zhurmë dhe kështu që nuk do kisha mundësi që ta hapja kamerën dhe të flisja pak, nuk do dëgjonit asgjë nga ato që do thoja, pasi kishte realisht shumë njerëz këtej. Ku kemi ardhur neve është më qetë, nuk para kalojnë turist, është rrugica në fakt, sepse nuk është rrugë, është një rrugicë, është krejtësisht bosh edhe është më qetë. E po rrim pak me gocat, po pres Merin tani edhe Sabin, po bëjnë disa foto, ato akoma nuk kam mbaruar. Unë bëra 3-4 të sakta, mbarova punë edhe po ju them që mbaroni të ikim pak edhe tek Hondosi, mua më duhen disa gjëra që më kam mbaruar dhe më duhen me Sesben dhe do shkoj t'i marr sot më vonë, do kthehem tek Hondosi. Ndërkohë nuk ju thash që nuk erdhëm me autobus këtu në qendër. Fatmirësisht, në momentin që po rrini po presnim autobusin, kaloi kushëriri i takut me të fejuarën e vet, na pa që po prisnin me autobusin, ndaluan dhe na thanë që doni të vini me ne. Ne ishim super gati, pasi kishim 20 minuta që po rrini po prisnim me autobusin dhe autobusi ndërkohë nuk po vinte. Ndaj nuk e menduam dy herë, hipëm direkt në makinë dhe erdhëm në qendër dhe siç u thash pak më parë që shkuam morëm kafen ton, unë për veten time, e në qendër bëhej hamos, kishte shumë zhurmë, kishte shumë njerëz, nuk do e merja me mend që muaj tetor do na gjente disi kshu me shumë njerëz, pasi sezoni si vjet nuk është se erdhi ashtu siç ka qenë vitet e tjera, por nga fundi ndryshuan mendje njerëzit, erdhën, donin të vizitonin Santorinin, vinë sepse i kanë gjërat pak më lirë në krahasim me vitet e tjera, i kanë ulur çmimet, plus që si vjet ka filluar edhe sezoni vonë, edhe prandaj po zgjatet edhe ka shumë njerëz edhe në këto muajt e fundit të sezonit. Por këtu ku jemi ne, jemi shumë mirë, mundemi të ecim, të marrim frymë dhe të qetësohemi pa zhurma, pa njerëz, pa asgjë. Dhe gocat i kam këtu. Ti pyes njerë, kam mbaruar? Keni mbaruar fotot goca? Fantastike që janë këto xhinset. Janë fix për këtë sezon me i paqizme. Kësë radhe nuk besoj t'i marrë, por do mendohem njerë me gocat edhe mund të dalim njerë tjetër, se po pëlqejnë vetë shumë me xhaketa, me çdo gjë shkojnë këto. Edhe ngjyra që na fantastike, gjëra kafe tjetër është yll. Maruam edhe tek Hondo Centri, unë mora disa gjëra, gjithashtu mori diçka edhe Meri, doja dhe një hidratues në fakt, ka mbaruar ai hidratuesi që unë përdor në shtëpi, dhe këtu për herë të parë në Hondo Center kishim vendosur edhe linjën e Skin Koreas, por mungonin disa gjëra dhe disa gjëra shumë të vlefshme që unë i përdor në skincare-in tim. Nuk kishte dhe unë përdor një hidratues tjetër që nuk e kishin fatkeqësisht në Hondos. Nuk mora fare, po mendoj ose ta porosis në internet ose të vi përsëri në Hondos dhe të marr të një linje tjetër. Dhe tani po nisemi drejt për të shkuar në supermarket. Ka dhe shumë zhurmë, siç po ju thoja, sepse e mbylla kamerën për një sekond, nuk është se këtu ku kam ardhur tani dëgjohem mjaft mirë, por okej, besoj dëgjohem pak. Dhe po i thoja do vemi në supermarket, mori mami në telefon dhe në tha që kur të keni mbaruar nga xhirua, shkoni pak në supermarket, merrni një pul. Kishte gatuar disa gatime shumë të mira mami tek shtëpia dhe do mblidhemi do ham atje sot. Do marrim edhe një pur, ta fusim në furr ose do ta skuqim, të shohim. Dhe këtë po bëjmë tani, po vemi në supermarket. Marrim edhe një ujë të ftohtë edhe ikim.
erdha në shtëpi. Po vishëm po bëjmë gati sepse do shkojmë në supermarket. Ishim siç ishim tek mami që hëngrëm drekën atje. Mbylla pa kamerën se nuk isha shumë bateri te kamera dhe thash që ta mbaja. Dhe siç ishim që po hanim drekën që na kishte përgatitur mami, isha me gocat edhe më than gocat Elsa pse nuk po na bën atë ëmbëlsirën që bëre edhe vjet, atë cinema rolls që është shumë e perfekte për tani në sezonin e vjeshtës. Mendova dhe thash po unë pse nuk e bëj sot këtë ëmbëlsirën, meqense kemi edhe ditën e xhirimeve dhe kështu është më mirë që ta bëj sot, ta përcjellim po prap këtu te kanali. Mbaj mend që kur e bëra për herë të parë më doli shumë e mirë, edhe pse e kisha për herë të parë që e bëja, ama më doli shumë e mirë, na pëlqeu. Dhe kështu që sot njerëz do kemi në kanal e recetën e famshme të cinnamon rolls. Le ta marrim këtë. Është shumë e mirë dhe është me aromë vanilje. Këto ishin të gjitha i morëm përbërësit dhe le të vemi në shtëpi të bëjmë ëmbëlsirën. Jam kthyer nga supermarket, por gjeni çfarë? Rrugës kur po vinim më tha Taku hajde vemi sepse të ka ardhur një pako nga Zara. Dhe bëhet fjalë për këtë pakon këtu. Është kjo pakua e stër madhe që më ka arritur dhe unë mezi po e prisja. Let t'ju them diçka, këtu brenda ndodhet diçka shumë e bukur. Unë e kam hapur sepse sapo kam përfunduar gjithashtu edhe një mini vlog për në Instagram. Ju ftoj të më shihni dhe të më ndiqni edhe aty. Dhe aty postoj gjëra të bukura. Le të zbulojmë blerjen time të parë për sezonin e dimrit. Voila! Siç e keni kuptuar, bëhet fjalë për një dhush. Ky këtu duhej me sez bën në koleksionin time të garderobës. Ky dhush i kështu, me këtë ngjyrën duhej sez bën që unë ta kisha. Dhe si një vajzë që i adhuron të gjitha ngjyrat e dhushave dhe në përgjithësi dhushat i kam shumë qef edhe i adhuroj. Nuk mundesha që ti rezistoja kësaj blerjes dhe kështu që e mora. Dhe voila, është ky këtu. Kështu duket i veshur sepse nuk i rezistova dot, e vesha me njëherë. Kështu duket i veshur dhushi. Unë këtë dhushin doja që ta blija që vjet në fakt, por kur u futa unë tek Zara që ta porosisja, kishte mbaruar komplet ngjyra e bardhë, kështu që nuk mendova dy herë dhe e porosita tani në muajin tetor sepse kisha frikë se më mbaronin. Dhe jam shumë e lumtur që e kam bërë këtë blerje, se është goxha i mirë, ka material super. Unë kam edhe dy të tjera që i kam bler tek Shein. Nuk krahasohet fare materiali që ka Zara me atë të Shein. Okej, është pak më e shtrenjtë ky dhushi i Zarës, ama ja vlen. Ato lekët ja vlen, është super i butë dhe ka këto qimet disi kështu. Ka këtë ngjyrën që nuk është një e bardhë e pastër, sepse ka pak si nuanca gri, pak si nuanca verdh dhe del kjo ngjyra kështu fantastike që unë shumë e adhuroj. Gjithashtu ka këtu dy si tip kopsa, nuk është se duken shumë. Ka këto dy kopsat këtu. Një këtu e ka dhe një tek ana tjetër dhe disi kështu mbyllet ky dhushi, nuk është se ka kopsa të tjera. Më imagjinoni mua në një vend shumë të bukur, në një vend dimëror me borë, me këtë dhushin të veshur, se sa mirë të ndihem dhe se sa foto të bukura do bëjmë. O zot, sa shumë ngrohtë që të mbanë. Nëse doni të bëni një blerje të tillë tek Zara, të merrni një dhush, ua sugjeroj, dhe nëse keni frikë nëse të mban ngrohtë ose jo, po, të mban shumë ngrohtë sepse ka një material shumë të mirë dhe shumë të plotë, sepse dhe unë këtë kisha frikë se okej, do jepja lekët, ama kisha frikë se çfarë lloj materiali do më vinte dhe a do ishte i plotë dhe do më mbante ngrohtë, por ka ardhur shumë i mirë.
dhe ua sugjeroj edhe juve nëse doni që ta merrni nga brenda, duket disi kështu. Dhe e ka marrë në masën small dhe gjithashtu çmimi i dhushit ka qenë diku tek 90 euro. Jam shumë e lumtur që e kam marrë dhe e kam tani në dollapin tim dhe mezi po pres që të vi dita që unë ta vesh këtë dhushin dhe të mos rri aty brenda tek këtë dollapi. Dhe para se të shkojmë të bëjmë ëmbëlsirën, po ju tregoj pak edhe disa gjëra që bleva sot me gocat. Dhe në fillim do fillojmë me Hondo Center. Mua më kishte mbaruar kremi i diellit me thënë të drejtën dhe unë përdor atë linjën koreane të Beauty of Johnson me SPF 50. Por më mbaroi dhe kështu derisa ta porosis dhe të më vis, sepse kishte sjell këtu në Hondo Center linjën e Koreas, ama mungonin goxha produkte që nuk i kishin dhe gjithashtu mungonte edhe kremi i diellit, kështu që u detyrova, mora një linjë tjetër. Do përdor këtë derisa të më vi ai kremi që u përdor, sepse më pëlqen shumë kremi Beauty of Johnson që përdor unë. Më duket më i lehtë dhe ka një tekstur goxha të mirë dhe shumë mirë në fytyrën time. Dhe unë mora këtë kremin e Aven, tani për tani që ta përdor, është me 50 SPF dhe ka kushtuar diku tek 25 euro. Meri dhe gjithashtu një gel vetullash, është kjo linja këtu, që të them të drejtën, unë e kam për herë të parë që po e shoh dhe do e provoj. I thash Merit ma lë, t'i bëj një haul unë dhe më pas mere. Dhe kështu që le ta testojmë këtë linjën këtu dhe le të shohim nëse vërtet ja vlen. Unë kam një tjetër, nuk kam këtë. Dhe ajo që kam unë është me ngjyrë, ky është si tip gjeli, nuk është se ka ngjyrë, por le ta provojmë. I mirë është. Nuk është se po e shoh vetëm në një pasqyrë që ta bëj ashtu siç duhet. Shoh që ngrin goxha, edhe jam shumë e sigurt që do maj gjatë, kështu që i mirë është. Unë nuk mora, bënte diku tek 10 euro. Dhe do shoh, mund të vete ta marr edhe unë këtë sepse ishte shumë i mirë. Vajta edhe pak në farmaci me taku, sepse i mora Brianit një pastë dhëmbësh, ne ja marrim gjithnjë në farmaci. Briani e ka shumë problem të laj dhëmbët, edhe është vetmja pastë që mundet që t'i laj Briani dhëmbët, kjo është e vetmja me luleshtrydhe. Me ato të supermarket nuk i lan edhe qan, kështu që i marrim këtë këtu në farmaci. Mora dhe një hidratues, më ka mbaruar gjithashtu edhe hidratuesi, janë dy gjërat që përdorim më shpesh, si sunscreenin ashtu edhe hidratuesin, dhe pikërisht këto dy gjëra mua më kishin mbaruar. Mora përsëri këtë linjën e Aven, me qenë se morëm edhe kremin e diellit, thashë të merrnim edhe hidratuesin me të njëjtën linjë. Hera ime e parë që do i provoj, mezi po pres që ti provoj, dhe do shoh se si do rri në fytyrë. E mora diku tek 25 euro. Ishin të gjitha gjërat që morëm sot, tani jam super gati që të shkoj dhe të bëjmë cinema rolls. Vesha dhe këtë bluzën, sikur u bë pak ftohtë, isha me atë kanatierën edhe po mbërdhija. Dhe vesha këtë bluzën që të dukemi pak bukur, pak cozy, meqense do bëjmë edhe një ëmbëlsirë shumë të mirë, kështu që të dukemi dhe neve kështu, ngrohtë edhe cozy. Dhe gjë e parë që do bëj para se të nisim të bëjmë ëmbëlsirën, po ju tregoj pak përbërësit që mora në supermarket dhe le të fillojmë me të parën që është krem pana. Pastaj ka marrë këtu miell dhe është nga ky mielli i zakonshëm. Mund të përdorim çfarëdo lloj mielli që kemi në shtëpinë tonë, nuk është vetëm që të marrim një miell që tjetë tamam vetëm për ëmbëlsira. Pastaj këtu kam sheqer pluhur. Mua më duket sikur kam pak tek shtëpia, por thash më mirë të marr të jem e sigurt. Dhe kështu mora një qesër me sheqer pluhur. Këtu kam gjalp, edhe kam marrë gjithsej 125 gram gjalp, që kam edhe pak në frigorifer. Mora një qumësht të vogël. Mora vezë.
Philadelphia, krem djathi, kam marr maja, kam marr sheqer kaf, sepse nuk ka cinnamon rolls pa sheqer kaf. Pastaj mora krip, kam marr edhe limona si vajzë që ushqemi shëndetshëm edhe e nisim ditën me detoksin e famshëm me ujë me limon dhe faracia, kështu që nuk kisha më limon në frigorifer, mora një qese me limon gjithashtu. Dhe të fundit një qiri. Meqense jemi në sezonin e vjeshtës, jemi në atë sezonin kozi, nuk duhet që të mungon të ky qiriri pa e marrë sot në supermarket dhe do e ndezim në kohën që do bëjmë edhe ëmbëlsirën, ta bëjmë ambientin pak më shumë kozi. Dhe të gjitha këto gjërat që mora në supermarket më kushtuan diku tek 29-30 euro. Të gjitha këto. Kjo kupa këtu do ta bëjmë ëmbëlsirën. Ashtu ndeza edhe qyririn që blem sot në supermarket dhe kam një aromë fantastike të vaniljas. Sa tjetër që bëra është mora laptopin tim, çova edhe këtë filmin vizatimor që është shumë vjeshtor dhe kështu që le të nisim të bëjmë ëmbëlsirën. Recetën e kam marrë në TikTok tek një vajzë që është shqiptare dhe që do ju a tregoj. Disi kështu është receta, ka këto përbërës dhe për brumin ka qumësht, sheqer, ka maja, ka miell dhe duhet që ta lëm brumin një orë të ri, kështu që le mos të humbim kohë, por fillojmë direkt dhe unë do nis direkt të ngroh pak qumshin sepse e do qumshin të vakët kjo ëmbëlsira. Tek receta thuhet që gjithsej duhet të kemi 2 goda me qumësht. Qumshin e kemi gati, kështu që po e vendos direkt tek kupa. I'm listening to the wind. Duhen gjithsej 25 gram sheqer. Unë hodha pak si tepër, kështu që po e heq dhe po lë sa na duhet. Okej. Tani kemi fiks 25 gram sheqer. Do përdorim përsëri xhezven sepse na duhet 110 gram gjalp, po e shkri gjalpin sepse duhesh gjalp i shkrir. He knows. Well, if old Frost is going... Vazhdojmë me procedurën. Këtu kam pak sheqer pluhur, kam diku tek 40 gram sheqer pluhur. Pastaj kemi edhe gjithashtu 8 gram maja dhe do shtojmë dhe një lugë të vogël me krip. Po filloj t'i hedh direkt sepse nuk dua që të më ftohet qumshi. Frost is coming. In the spring they'll grow bigger with green leaves and beautiful flowers. Voila, kemi arritur në përbërësin e fundit për brumin që është mielli dhe do përdorim gjithsej 4 goda me miell. 4 goda me miell. Do na dali e mirë kjo ëmbëlsira apo jo? Po jo. Kam edhe gocat këtu, nuk ju thash, erdhen edhe gocat, thanë që do të ndihmojnë. Duket nga filmimi. Po, Meri po i kapë në mënyrë perfekte të gjitha skenën. Po, me motor. Sabi nuk po bëj veç për YouTube-in, po bëj edhe një mini vlog për Instagramin, ndërsa Sabi po më ndihmon për këtë pjesën e Instagramit, ndërsa Meri po më ndihmon për pjesën e YouTube-it. Dhe me pak fjalë, fotografet e mia personale nuk kanë konkurrencë. E dëgjuat mirë. Edhe fotot i qajnë, do ju a tregoj pak më vonë se çfarë foto. Bëm dhe foto sot. Po, do i ndaj dhe me juve fotot që më bën, sepse i kam postuar edhe në Instagram gjithashtu. Dhe tani më erdhën më ndihmojnë edhe me videot. Videografer po, fotografer po, çfarë të duam më tepër. Thot Meri shpejt se na oftuar qumshin.
dhe nëpërmjet rrëmujës që ndodhet këtu tek shtëpia ime. Rrëmuja është shumë pak e rëndësishme në krahasim me këtë këtu që kemi përfunduar ne, e bëm brumin e cinnamon rolls dhe ka dalë në mënyrë shumë perfekte, më pëlqen shumë, është bërë shumë i mirë, duket që në sy që e kemi zënë në mënyrën më perfekte dhe tani na mundoi pak. Po, na mundoi pak në momentin kur e kemi trazuar, por pak rëndësi ka meri sepse kur do ta provosh në fund fare dhe kur të shkrijë në gojë kjo ëmbëlsira, do i harrosh të gjitha lodhjet. Ka ardhur momenti ta mbulojmë me një pecet të pastër dhe ta lëm diku tek 1 orë sepse do 1 orë që brumi të vi. I would just fly away. When will Frost be here? Unë ula pak, ndërkohë na erdhi edhe taku Merinin edhe me Brianin në shtëpi, u kthyen, shpresoj që Briani të mos më bëj shumë zhurmë. Dua të flas pak dhe të tregoj diçka që kemi pasur të bëjmë këtë muaj që unë nuk kam xhiruar fare video. Dhe po e nis që nga stina e vjeshtës, po them që stina e vjeshtës për mua është një ndër stinat e mia të preferuara. Më përcjell shumë qetësi, është stinë shumë kozi, shumë e veçantë. Dhe me takun kishim shumë dëshirë që të planifikonim dhe të bënim një udhëtim për këtë stinë. Ule pak zërin Brian, të lutem. Tu në ishull nuk është se ndihet stina e vjeshtës, po thuajse nuk ndihet fare, është një ndër stinat që nuk ndihet fare këtu në ishull. Ndaj neve donim që të bënim një udhëtim dhe të shijonim pak ditë vjeshtore. Në fillim donim që të shkonim në Skoci. Është vendi më perfekt për vjeshtën. Shikoja disa vende që se keni den, o zot, më ngjanin tamam vende si të shkoja dhe të ndihesha sikur po xhiroja një film. Ishte vendi im më perfekt dhe i preferuar për këtë stinën, për këtë sezonin. Por fatkeqësisht atje nuk mundeshim që të shkonim. Jemi akoma në punë dhe që të shkosh atje duhet të nxjerrësh vizë, gjë që duhet që të iknim, të shkonim në Athinë ose në Thessaloniki, të nxirrnim vizën, të prisnim nëse do na dilte viza ose jo, dhe më pas të shkonim, kështu që e lam fare Skocinë. Më pas menduam që të vizitonim diçka tjetër dhe në plan kishim Gjermaninë, Belgjikën dhe gjithashtu Amsterdamin, meqense këto 3 vende janë shumë afër njëra tjetrës dhe menduam që me një udhëtim t'i vizitonim të treja. Mirë, por çfarë ndodhi? E lam pak të si gjë, nuk është se e menduam haq gjatë. Dhe biletat e këtij udhëtimit, Brian, të lutem, i lam që t'i mbyllnim shumë afër vajtjes që do shkonim. Edhe çfarë ndodhi, në kohën që do shkonim ne, u fut taku që të mbyllte biletat dhe nuk e keni iden, që të shkonim në Gjermani, nga Santorini për në Gjermani dhe bëhet fjalë për një udhëtim diku tek 3 ditë, dhe jemi akoma në punë, siç thash, dhe absolutisht nuk na lejonte dikush që të merrnim më shumë ditë pushim nga puna. Okej, takun mbase edhe e linin. Ndërsa mua absolutisht nuk mendoj që do më linte pronari të ikja 5 ose 6 ditë, nuk bëhet kjo gjë. Por diku tek 3 ditë, okej, mendoj që deri aty do më lejonte. Edhe do bëhej ky udhëtimi që po flas për 3 ditë, domethënë do shkonim për 3 ditë. Edhe siç po ju thoja, futet taku për të mbyllur biletat për të shkuar në Gjermani. Thjetjen do e bënim në Gjermani. Dhe çfarë shohim? Veç se do i prisnim biletat 10 ditë para udhëtimit, venin biletat diku tek 280 euro, pak më pak, pak më shumë, diku aty venin. Dhe kurse si nuk do shkoja në një udhëtim që është në Gjermani, që është shumë afër dhe të harxoja 280 euro personi, po flasim personi, dhe t'i harxoja të gjitha këto lekët veç për 3 ditë udhëtim që neve do bënim, zëre nuk do ta shijonim fare. Dhe tek pronarët nuk është se kishim marrë leje dhe nuk është se e kishim të sigurt që pronarët do na jepnin këtë leje. Dhe të fusi brenda edhe fjetjen që do bënim, edhe trenat që do merrnim që do shkonim në këto 2 vendet e tjera dhe të gjitha me radhë, do vente goxha shtrenjtë ky udhëtimi. Nuk u realizuan. E lam fare si gjë, nuk u morëm më fare, nuk u menduam fare që të bënim diçka për këtë udhëtimin. E lam sa pam biletat që ishin shumë të shtrenjta, tham me takun
nuk ja vlen, sepse vete goxha shtrenjtë dhe për më tepër nuk do shijojmë asgjë, sepse ishin vetë 3 ditë. Nuk është se ishin 5-6 ditë që ne ta shijonim, okay, do harxhonim diçka, por në anën tjetër do e shijonim këtë gjë si gjë. Dhe si përfundim e lam fare dhe nuk vajtëm, u mërzita pak të them të drejtën, sepse si unë dhe Taku e pëlqejmë shumë sezonin e vjeshtës, ama u lumturuam me diçka. Dhe do thoni ju çfarë është kjo diçka. Dhe me që po flasim për udhëtimet, kemi mbyllur udhëtimin ton të parë. Ai që do të bëjmë do të jetë udhëtimi jon i parë jashtë Greqisë dhe jashtë Shqipërisë. Të fundit kemi bërë pushimet veç në Shqipëri edhe në Greqi për shkak të problemeve të dokumentave që kemi pasur, sepse në rastisë se një herë të kisha unë dhe një herë të kishte Taku dhe përgjatë këtyre viteve kështu na ka ecur me dokumentat. Por shëshur Zotit, erdhi dita, erdhi momenti, erdhi viti që si unë edhe Taku edhe Brani të jemi gjithçka në rregull në pjesën e dokumentave. Dhe kështu që kemi mbyllur udhëtimin ton të parë dhe me qenë se ne nuk shijuam ndonjë gjë në stinën e vjeshtës, do shijojmë shumë gjëra në dhjetor. Dhjetor e kemi mbyllur këtë udhëtimin. Datën nuk po ju a them, është surprizë. Gjithashtu vendin nuk po e zbuloj tani, është shumë herët që të zbuloj vendin, por diçka të vogël ju zbulova që do kemi një udhëtim shumë të bukur në muajin dhjetor. Dhe ju premtoj që do jetë një udhëtim shumë i bukur, me gjëra shumë të bukura, shumë atmosferë krishtlindjesh, mezi po pres që të vi muaji dhjetor dhe ta realizojmë këtë udhëtimin. Kanë kaluar 1 orë dhe do e marr këtë pjesën e brumit, do ta çoj pak më këtej. Duhet ta lë edhe 10 minuta akoma brumin, edhe më pas do filloj që ta bëj petën dhe të bëjmë cinnamon rolls. Por para se ta hap këtë pjesën e brumit, po filloj të bëj pak kremin që do shtojmë brenda dhe i vendoset gjalp, i vendoset pak mjalt, kanell dhe gjithashtu sheqer pluhur, i vendoset sheqer kaf, po. Dhe si fillim po shtoj gjalpin që këtu kam 120 gram gjalp, po shtoj këtu dhe do e rahim me mikser. I'm too big to take a nap. Vendosim diku te 200 gram sheqer kaf. I wonder if He must be hiding. The roses, because frost is coming. Voila! Mateys, fly to the moon, shining so bright. What are you doing, Father Bear? he knows. Bigger little bear. I scared you, didn't I, Duck? Where are you going? Dhe i kemi gati, voila, disi kështu ka ndalë. Tani do i vendos në furrë dhe për 20 minuta i kemi gati. Kam vendosur këtu sheqerin, Philadelphia dhe gjithashtu gjalpin, sepse do bëjmë edhe kremin që i vendosim nga sipër cinnamon rolls. But no matter how tall you grow, you'll still be my Gati! Sa yummy që ka ndalë. Dhe tani jam gati që të shtoj edhe kremin sipër dhe jam shumë excited që ti provoj. Mezi po pres që ti provoj. We'll make a wood pile by the house. With frost coming, we'll need a fire tonight. I'll drink his. Am I taller? I'm making nice hot soup. Tara! Hajde të tregoj pak gjendjen e tepsisë, sapo i kam hedhur kremin dhe këtu janë marrë 2 copa deri tani, duken se sa yummy janë bërë. Dhe përprovoj unë time tani. Të na bëj mirë. Ja vlejti. Është bërë perfekte. Është bërë më mirë se që kam bërë për herë të parë. Provoj edhe pak akoma dhe nuk do ha më sepse është dark. Ora ka vajtur goxha vonë, po shkon avash 12. Dhe nuk është mirë të ha më mbërësira në orën 12 të natës, por
Kjo se në mërollë se këtu na bëri për vete, kështu që po ha edhe këtë pjesën edhe po e mbyll. Do eksagjeroj pastaj. Me arritur në pjesën e fundit të ditës, atë të preferuarën time, të heq më në fund këtë make-upin nga fytyra. Më duket shumë e rëndë në fytyrë dhe mezi po pres që ta heq. Dhe unë gjithnjë përdor këtë vajin nga Centrella, gjithashtu për të hequr edhe make-upin, por përveç make-upit kjo heq edhe kremin e diellit, sepse unë këtë e përdor çdo natë, pasi përdorim në mëngjes SBF-n. Para se t'i bëj unë të gjitha këto gjërat, doja shumë të ndalasha diku, t'ju falenderoja juve shumë gjatë gjithë kësaj kohe që unë nuk kam xhiruar dhe nuk kam postuar video në kanalin tim. Më kanë ardhur shumë mesazhe në Instagram ku vajzat më shkruajnë që futemi 1-2 te kanali jot të shohim nëse ke postuar video të re dhe më thoni dhe më shkruani që kur do vi dita që të kthehesh, të lutem ktheu sa më shpejt sepse na ka marrë madhi të shohim në kanalin tënd. Dhe doja të falenderoja për këtë mbështetje. Është pikërisht këto mesazhe, është pikërisht kjo mbështetja juaj që më përcjellni në këto momente të mia kaq të vështira dhe kaq të lodhura, që jam kaq shumë e lodhur pas një kohe kaq të gjatë që punoj. Janë pikërisht këto mesazhe që më japi forcë, që të mbledh forcat dhe të vazhdoj dhe t'ja nis atje ku unë e kam lënë. Në fund u riktheva te kanali im dhe ju premtoj diçka, shumë pak ka mbetur për tek puna. Gjëra të reja dhe gjëra të bukura na presin këtu te kanali. Dhe me këtë premtim e mbyllim edhe këtë ditë, edhe këtë vlog për sot. Dhe ne do të shihemi në videon e radhës, por ju mos harroni të më mbështesni siç më keni mbështetur duke më bërë një subscribe, një like dhe gjithashtu një koment që të gjitha për juve ja falas, ndërsa mua më ndihmoni shumë. Dhe e mbyllim në fund këtë video njerëz, do të shihemi në videon e radhës. Unë ju dërgoj shumë puthje, shumë përshafim dhe shihemi në videon e radhës. Natën!